Po se përshika të monologun e Arbanës, se më doli të... se më bërdojnë si lexuesi Anabeli tani nga ngarkesa. Po kjo sa goca ka 3 vjetë, bashkë me Ledionin, back and forth, që merre me Big Brother, me ikjen e kësaj nga Big Brotheri. E thatë e mira, nuk e di ku e ka thënë tjetër, tash e bëri dhe monolog të mbas 2-3 vjetësh, kupton? Vazhdo si nga Big Brother. Ndërkohë, kjo goca ose nuk është mirë, se s'ka mundësi, ka një lokal të Banës, që sapo ka hapur të liçeni dhe ka plot çdo ditë. Ka një lokal të Piramida që e ka plot. Ka në Shkodër, ka në aty, ka ndërtu një brand, se më fik në garazh. Pra kjo ka ndërtu një brand. Ka një brand, ka ndërtu një brand, des pas mund ta shesi. Mund t'ja dhjesi atyre zerove shqiptare që ka marrë nga Big Brother 10 fish. Dhe vazhdon e shpjegohet si nga Big Brother, kupton? S'është normale. Riolla krenon me atë të super biznes. Po bën super gjore, ke brandin të sheta e Mriot. Ishte plot, lokalin që të bosh ky plot. Fakën të marrë me Big Brother ka 3 vjetë beke forsi me që Vatikani.